Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë, si që pat nga këto pamje të cilat filluan emisionin, ne mund të thuhe pa frikë për gënjështimin që Beogradi mund të mburet të paktën me një gjë. Ka organizuar, sipas BBC-s, protestën më të madhe në Ballkan. BBC-a ka numëruar 325.000 protestues, po thotë gjithashtu që numri mund të jetë edhe më i madh. Pavarësisht se autoritetet thonë mbi 110.000. Por çështja është që pse protestojnë serbët dhe ajo që na intereson më shumë, protestat që po ndodhin aty, destabilizimi relativ i pushtetit Vučićit është gjeopolitikisht të mirën e shqiptarëve të Shqipërisë dhe të Kosovës, apo përkundrazi, ata janë duke bërë një reformë, duke tentuar të reformojnë shtetin e tyre dhe sa më efikas, sa më i reformuar të shtetit e tyre, aq më, po themi, më konkurencial gjeopolitikisht bëhet Serbia. Apo Serbia, si thot Vučići, është viktime shërbimeve të huaja dhe pra viktime një lufte hibride kundër saj. Në pjesën e parë do me raportin Serbi, Kosovë, Serbi, Shqipëri, këto gjëra që po ndodhin, kurse në pjesën e dytë të emisionit kemi pa diskutim këmbanën e madhe që po ndodh me bombardimet amerikane të befasishme, të paparalajmëruara në Yemen kundër forcave Houthi dhe që janë forca, po themi, ushtarake të mbështetura nga Irani dhe ndër të cilave ndjeshmëria e Iranit shumë e madhe dhe garda revolucionare e Iranit ka kërcënuar Amerikën që do të përgjigjet dhe do të ketë përgjigje. Dhe në fakt disa përgjigje janë shënuar sot, raketat e tyre kanë goditur aeroplan mbajtësen amerikane Truman që është në gjiri persik sipas informacionave amerikane. Por me radhë, njerë në Ballkan. Atëherë për ta dekriptuar këtë situatë, kam sot në studio zotin Xhavishara, mirëmbrëma Xhavishara. Mirëmbrëma. Elida Bozheku, ekspert e drejtës ndërkombëtare, mirëmbrëma. Elida. Ledion Krisafi, mirëmbrëma, ekspert i drejtës ndërkombëtare. Është disa herë që kemi në studio Alfred Pollumin, ekspert dhe ai, mirëmbrëma. Pollumi. Anduar Allabani, mirëmbrëma. Gazetari investigative, por në këtë rast dhe me informacione në lidhje me luftën hibride dhe zotin Goxha, mirëmbrëma kapiten Goxha. Mirëmbrëma. Për ta, unë shtrova tre dimensiona e pash këtë protestë tre rafshe. Pra, e para destabilizim i Serbisë, që të thot, keq na vjen, po edhe mirë na vjen sepse se tush ne rrimë më të fortë, ata e më të dobët, duke qenë se kemi qenë për fat keq në armiqësi shekullore. Po nga ana tjetër, thuhet që është një luftë hibride, thotë Vučići, po na sulmojnë. Nuk janë studentët që janë ngritur kundër nesh, por është një nxitje. Kush janë ata që mund ta nxisin, zoti Shara? Unë nuk mendoj se kjo tezë e Vučićit qëndron, që është një nxitje. Serbia ka kohë në presidencën e Vučićit që është zhytur në një krizë. Atje një nga problemet, lëvizja studentore i herë ishte thjesht kulmimi i asaj gjënie që në cilin ishte Serbia. Lëvizja studentore ishte shpërtheuar në një moment për një ngjarje që ndodh atje, po kjo nuk do të thotë se ishte thjesht ajo ngjarje. Vetë studentët treguan shenjë emancipimi të rinisë studentore të Serbisë. Kjo lëvizje që ju edhe BBC ka quajtur nga më të mëdhat në rajon, në Ballkan. Një nga problemet madhore që ngritën studentët që Vučići përpiqet ta mbulojë është korrupsioni sistemik i Serbisë, që do thotë korrupsioni në qeveri, korrupsioni në administratë, korrupsioni në sektorin privat, korrupsioni edhe në shoqëri. Pra, ky është një nga problemet kryesore, të tjerat janë mbulesë për këto. Nuk mendon që ka një prapavi turbolente aty? Unë nuk mendoj që ndërhyrje mund të ketë patur, po jo të ngrejnë 325.000 veta të mbledhin në Beograd. Atë, po dushoj pyetjen për gjithë panelin pastaj. Kush do kishte interesi të largohet Vučići nga pushteti? Bashkimi Evropian, rusët, amerikanët? Unë mendoj që apo asnjë nga këta? Unë mendoj që interes kryesor ka rinia serbe. Rinia serbe.
është problemi është i brendshëm, nuk është problemi i jashtëm, sepse Vučići në një farë mënyrë është përpjek të rri me dy karrike, edhe me Europën, edhe me Rusinë, është duket e ka manifestuar veten sikur është një Tito i ri, është përpjekur që ta rigjallojë televizionin e pa angazhuarve të paraqitet. Ne na intereson, mua më intereson për emisionin tim vetëm në mënyrë intencionale, të qëllimshme. Pra, të kuptoj nëse të forcat që krijojnë turbulencë në Serbi janë forca a favorin tonë apo kundër nesh. Unë që që reformimi i Serbisë, i pushtetit në Serbi është në favorin tonë, sepse rinia studentore do synoj një qeveri më demokratike kundër autoritarizmit. Nuk mendoj që janë forca më radikale se sa Vučići? Jo, nuk mendoj. Okej, Kesafi? Në ratë pa nuk mendoj që në Serbi është duke ndodhur në një reformim, pra është diçka që ka ndodhur dhe më përpara dhe nuk ka përndryshuar asgjë edhe nëse ikën Vučić të nesërmen. Në protest besoj që ka shumë grupe, jam sigur që po të ndash mund t'jesh një 10 grupe me secili me një mendim ndryshëm aty brenda. Mund të ketë pro-perëndimor, mund të ketë pro-rus, mund të ketë radikal me ekstremist. Nuk mendoj që ka nisur nga një nxitje nga jashtë, s'ka nisur nga fakti që në Serbi ka shumë vite që ka një lloj zemërimi dhe mërije, jo ndaj qeverisë, por përgjithësi ndaj shoqërisë serbe. Nuk ka qenë rastësi që opozita në zgjedhjet e fundit e kishte emrin Serbia kundër dhunës, sepse ka një, le themi, mentalitet dhune që është tërë shoqërinë serbe. Në këtë moment kam përshtypjen që as perëndimore pas Putinit nuk besoj se mund interesonte fakti që të ikte Vučić apo të vinte dikush tjetër, sepse Vučić është fakti që është kaluar mirë me të gjitha palët, pra i ka dhënë perëndimi atë që donte perëndimi, edhe Putinit i ka dhënë atë që dëshironte Putini për momentin. Pra është një shpërthim i brendshëm. Unë mendoj që është një shpërthim i brendshëm, duke njohur Serbinë dhe serbët, mendoj që është një shpërthim i brendshëm, ka lindur nga pakënaqësi shumë e thellë brenda popullit serb, jo vetëm me qeverinë, por me shoqërinë në përgjithësi. Por që nuk do arrit dot ta reformojë Serbinë. Sepse unë mendoj që Serbia nuk reformohet. Atëherë është një protest që e çon më në perëndim, e çon më në lindje apo e lë Serbinë Serbi. Unë mendoj që nuk ndryshoj asgjë në thelb, sikur të ikë Vučić nuk ndryshoj asgjë. Goxha? Përplasja politike që po ndodh aktualisht në Serbi është përplasje midis shovinizmit liberal të Vučićit dhe shovinizmit radikal të opozitës. Po të shohësh flamujt që ata përdorin në gjitha, pra flamujt e Serbisë kanë edhe Kosovën brenda, që përdorin protestuesit, dhe ka edhe flamujt e Serbisë me Draža Mihajlovićin, me kryetarin e çetnikëve serb. Dhe të vetmit flamujt që shef aty janë flamujt serb, flamujt grek dhe flamujt rus. Flamujt të tjerë nuk ka. Pra nuk ka asnjë flamur të Bashkimit Evropian, përveç së Greqisë, për shkak se prej vitit 94, kur Miloševići ishte në vizitë në Greqi, bëri atë lidhjen që ata e quajnë lidhja e shenjtë midis serbëve dhe grekëve kundër shqiptarëve, pra lidhjen ortodokse. Për shkak se jemi dy vende ortodokse, me Fshesaxhiun, që është Mitsotakisi, babai i Mitsotakisi sot, atëherë bëri marrëveshjen. Pra them Fshesaxhiu sepse është ai që organizoi operacionin Fshesa, prandaj e quajnë Fshesaxhiu. Nuk ka, çfarë lloj ndryshimi jam dakord me zotin. Para kuptohet që fillim, po. Jam dakord me zotin Kresafi që nuk ka për të pasur asnjë ndryshim në raport me neve, pra në raport me ne probleme do të jenë më të mëdha për arsye se këta janë që duan të vinë janë më radikal, kërkojnë një qeveri më të përgjegjshme dhe më transparente. Nëse janë radikal ndryshon? Jo, nuk ndryshon. Pra qëndrimi i tyre do të vazhdojë të mbetet ky që është. Pra nuk është se ata do të bëjnë luftë. Jo, nuk do të bëhet me jegër. Nuk mund të bëhet me jegër ndaj Kosovës, mund bëhet me jegër ndaj Bashkimit Evropian për të kërkuar koncesionet ndryshme për interesat e tyre, po jo kundrejt neve. Po ti e shef si koincidencë faktin që Rusia tani është rehabilituar në perëndim, Rusia tani dialogon me Putinin nesër vetë Donald Trumpi do flasin gjatë telefonikisht me Putinin. Pra domethënë do të kemi që kjo protest nuk ka lidhje me të që ndodh në këto muajin e fundit. Ka nisur pra 4 muaj gjysësh. Kjo thua që është koincidencë. Absolutisht koincidencë, është një protestë e nisur pra 4 muaj gjysësh. Jo, protesta ka kohë që ka filluar, pra si ka mundësi që pra atë sebeb që ata kanë, për një urë që është rrëzuar, dhe për një proces gjyqësor që është zvaritur, tani janë bërë 20 protesta, dhe jo më larg se pardje, pra datë 15, dolën 850.000 veta. Mendon që mban ai argument për serbët për dalë, nga një popull protestues ka një fuqishëm? Po janë, ta shiko, në momentin që ata ju cënohet, pra, në momentin që ju cënohet Republika, ata dalin. Këtë gjë e kanë bërë edhe në 99-ën kundër Miloševićit. Në momentin që e panë që Miloševići, pra qëndresa e Miloševićit ndaj Amerikanëve, ndaj Evropës kur mbaroi lufta, ndaj NATO-s,
rrezikonte qëndësinë e shtetit tyre dhe rrezikonte që NATO të hynte me forca edhe në Serbi, ata u ngritën në të njëjtën protestë, 100 mijë kanë qenë atëherë protesta për të rrëzuar Miloševićin. Në atë kohë që ndodhur bombardimet e NATO-s. Po pra, po në atë kohë, pavarësisht se protestonin kundër, pra, një javë përpara kishin protestuar kundër NATO-s, një javë më mbrapa protestuan kundër Milošit. Je pa mirë, po. Pra, këtë veprimtari ata vënë, prandaj që unë e shoh të rastësishme pra këtë ndërlidhjen që u bëni, nuk e shoh, por që nuk ka përndryshuar po them, janë këto koincidenca, ngele koincidenca apo kanë lidhje? Nuk e shoh këtë për arsye sepse ajo që më çudit është në këtë protestë, gjithë kjo rinia që themi, kjo rinia gjëra demokratike, që vetëm me demokraci nuk ka lidhje në Serbi, duartrokiste, krye kriminalin e Serbisë, që është Goran Ladoslavjević, Guri, i cili është komandanti i forcave speciale që ka udhëhequr operacionin special në prekaz për vrasjen e familjes Adem Jasharit dhe komandantit të përgjithshëm të ÇK-s Adem Jasharit. Ata e shohin si heronj, se ne shohim si kriminal. Ai doli ditën e shtunë atje para presidencës dhe ata filluan ta duartrokistin dhe t'i thërrisnin si hero. Pra, imagjinoni se kush, pra nuk ka të bëjë, kjo është për ne. Nuk ka të bëjë jo për ata. Ke Parku Pioner apo ishte ky grupi që po quhet që s'ka mbështetjen e Vučićit që është ngrit kundër Vučićit? Jo, ky ishte kundër Vučićit. Ky ishte kundër Vučićit. Ky ishte për krah protestuesve dhe protestuesët filluan dhe e veneronin. Pra këta studentët filluan dhe e veneronin. Pra imagjinoni se nuk kemi të bëjmë me demokraci. Janë më radikal apo janë më Janë më radikal, patjetër që janë më radikal. Janë më radikal në Okcidental. Klumbi? Dërkohë që se kam zoti Bilalli të më futet në linjë. Dhe bëva zoti Bilalli. Ja tani do të hap fjalën pas pak. Nëse erdhe. Po, atëherë çdo lëvizje ose çdo protest kur bëhet kundër një qeveri autokrate siç është ajo e Vučićit, pavarësisht se mund të ketë edhe grupe radikale të cilat tentojnë dhe duan të shfrytëzojnë rastin dhe situatën, unë e shoh pozitive. Vučić ka 13 vite në pushtet, mos harrojmë që Vučić ka qenë Goebbelsi i kasapit Ballkanit Miloševićit, mos harrojmë që si asnjëherë më parë, qysh me qeverinë e Miloševićit, në Serbi ka pas një kontroll shumë të fuqishëm ndaj medias, ka pas një censur, ka fillu një autokraci shumë e fortë dhe duke qenë se ka ndodhur gjitha këto, do ishte shumë pozitive nëse bie Vučić. Pastaj, se çfarë do ndodhin, a do jetë më pozitive për ne apo negative, ne duhet mendojmë që jemi ne të fortë, sepse dihet që pala jonë kundërshtare ose historikisht armike, gjithmonë do të ketë synime të qarta territoriale që mos me njoftë Kosovën. Ti nuk shef asnjë papavi gjeopolitike. Ti mendon që është një çështje e brendshme e tyre, nuk ka asnjë. Jo, patjetër që masi ka ndodhur situata dhe masi ka filluar, kanë filluar ta ka retorika atë që thotë shërbimet e huaja. Më shumë e ka provokuar, e hedhin benzinë zjarri. Jo, aty mund të ketë se në çdo protestë ato përfshin. Atë nëse mund të ketë, cilat janë ato, cilat mundet të jenë. Unë besoj që e gjithë bota shërbimet shqiptare nuk janë, jo, në mënyrë absolute. Ja si qes goxhe, a me goxhe, ha? Mund të usas shërbimet tona, të fsheta që rrëzoni Vučićin kështu çka kishin bërë. Po destabilizojnë, ha? Po të kishim rrëzuar Vučićin kështu çka kishin bërë. Paktën të ngrinim, okay, nuk. Po fryn e gjithë bota po tronditet që ardhin e shqiptarët. Jo më ti marrim radhë se s'ka shumë interesuar. Shqiptarët ikën. Ikën, po. Nga Orbani kanë mirë punët, Orbani s'bën. Nuk, kur në politikë... Ka një problem kjo Vojvodina të s'besoj. Jo, po, është i diçka. A i vodi akuza për Vojvodina. Deci ka përdoj kartën që ka lëvizje për të ndryshuar statusin kushtetues të Vojvodinës. E përdori këtë kartë, por nuk ngjitej. Amerikanët? Britanikët nuk janë të kënaqur me Vučićin, sepse Vučić është autokrat dhe Alice Cairns, që është drejtuese e Komisionit të Marrëdhënieve me jashtë Parlamentin britanik, ka qenë shumë kritike me politikat e Vučićit dhe me incidentet që krijoi në Kosovë. Kuptohet edhe gjermanët dhe austriakët nuk kanë qenë kurrë në linjë të serbe, por kjo që janë shërbimet e futura në atë mas që i thot Vučić, ai duhet si film, si konspiracion filmik. Fiks, sepse jo në atë mas që tenton Vučić. Se e keni këtë refuzim kaq të madh se shërbimet janë 1 në 4, 1 në 5, ju thoni duhet s'keni atë... Për të marrë informacion janë, po për të nxitur s'kanë qenë pra shërbime, nuk kanë nxitje nga shërbime. Po se pra ashton këtë? Po më falë, si filloi? Filloi nga një incident dhe pastaj ministri transporteve Llazorheqe u vran disa vetë, protesta arriti kulminacion. Kjo kryeministria të rivëri këto gjëra e vogla, po them si mund dalin gjata njerëz dhe si mund krijohet ai perceptim që tu po fundet gjithë Serbia, por ai nuk bie. Ku do është një gjë që një 2 javë gjysmë. Kuadron.
studentat protestonin dhe mbas protestës shkonin në klubet e NATO-s. Mas 2 javë gjysmë, të gjitha klubet e NATO-s, rrjetet e klubeve të NATO-s në Serbi, vendosen që t'i mbyllin klubet e NATO-s në mënyrë që studentët mos shkonin më. Dhe të gjitha klubet e NATO-s në Serbi, pra rrjetet e klubeve të NATO-s, menaxhohet nga krimi organizuar në Serbi. Ka qenë gjithë në menaxhimin e tyre vazhdon të jetë. Dhe ky krimi organizuar nuk ka qenë ndonjëherë është ultranacionalist dhe nuk ka qenë ndonjëherë në shërbim të shërbimeve të huaja. Ka qenë në shërbim të shërbimit serb. Okej. Po jo të huajve. Vidalli? Mendoj që ndryshon gjithçka për të mos ndryshuar asgjë. Dhe besoj që një e mirë për shoqërinë në Serbi është vetëm një element, sipas mendimit tim, nga se forcat studentore ose protestuesit që kanë nisur nga universitetet e tyre kanë hekur çdo mundësi të dublimit me forcat opozitare. Dhe ky model mund të them është i mirë ndoshta edhe për gjithë Ballkanin, sepse ata nuk dëshirojnë as Vučićin, por as opozitën. E tash do kemi një situatë të tensionuar në ditët dhe muajt në vijim. Ky proces do të zgjatë, mund të ketë edhe incidente. Ti nuk shef asnjë lidhje me shërbime, me ndërhyrje? Jo. Është një prodhim totalisht serb, thua. Ja, nuk është indikuar. Jo, nuk e besoj që është original. E ka një prapavi, e ka një burim, dhe mendoj që në Serbi ka jashtëzakonisht edhe NGO amerikane, por edhe angleze, më duket parafolë se përmendja anglez, të anglez janë më meritorë me gjeri ish kryeministri britanik në vitet 90-ta, kur ka qenë, mund të them, kumbara i Republikës Srpske në Bosnjë. Dhe nuk janë gjanat krejtashtu bardhëzi, sepse çdo të mirë mund të them Serbia më tepër ka pasur nga perëndimi se sa nga lindja ruse. Ja të bëj një pyetje, më fal se kam frikë se biem në teori, është shumë interesante, po televizioni ka dinamizëm tjetër. Për shembull, për ata që janë të interesuar, një figurë kyç shumë presidenti i Republikës së Veçpallur Srpska në Bosnjë e Hercegovinë është dënuar me 1 vit burg. Dhe ka kërcënuar që do ketë destabilizim. Tani këta studentët që protestojnë në Beograd janë, se përshë Goxha i e dha një pigment, janë të orientuar për të mbështetur këtë Dodikun, pra për të mbështetur pan-serbizmin në Ballkan. Kjo në intereson, se që bëjnë ata për ngritjen e çmimeve, uljen e çmimeve është problemi i tyre, ndajmet kanë emisionet e tyre, në intereson pjesa jonë. Pra, do më thënë, kjo frymë që po vjen në Beograd është më radikale se Vučićit? Mendoj që po. Mendoj që po, po kjo pra është problemi, kjo që ka problemi. Mendoj që po, për rekvizitave dhe parolave të tyre dhe pamfleteve të tyre, të gjitha ato flasin për një ultranacionalizëm sërb. Është një kamuflim i rusofilve, i forcave nacionaliste, por edhe elementeve të kishës. Dhe tash në këtë drejtim mendoj që, mos harroni, personalisht Putini ka ftuar Dodikun në takim pas nesër, duket do të jetë takim, ai ka udhëtuar. Dhe gjitha kjo mund të them që e komplikon situatën jashtëzakonisht shumë sa i përket Bosnjës. Por për protestat e Serbisë kem tepër, mendoj që thash edhe një herë me vëmendje dëgjom, në Serbi po krijohet në fond do të krijohet një parti politike e forcave elitare të profesorëve të universitetit, ligjëruesve dhe pjesëve të organizatorëve të studentë, të plenumeve që si që quajnë ata, dhe mendoj që ne do të nxirret një përfundim i atill që në Serbi do të kemi një forcë, mund të them, të ekstremit të djathtë në fund të fundit, të gjithë këtij procesi. Më në fund e kanalizova aty ku doja. Pra, do më thënë, ka një gjithsesi një prapavi geopolitike, politike, mund të jenë britanike, mund të jenë gjëra ndryshe, po akoma s'po kristalizohet. Një sekund, Bëshiku, si e... Do ta nis me diçka që po lexoja rastësisht sot për temën, në të cilën ishte Ministria e Jashtme kineze, që kishte bërë një analizë për sa i përket situatës gjeopolitike dhe në mënyrë të veçantë për sa i përket Beogradit. Dhe në fakt nuk se ishte pa bazë kur thoshte që dorashkat e bardha që CIA amerikane përdor përmes disa organizatave të saja, shumë afër pushtetit, kanë ndërhyrë në mënyrë të drejtë për drejtë në brumosjen e frymës
për ngritjen e protestuesve të rinisë sërbe. E gjeta pa një analizë konspiracioniste. Analiza ishte shumë e bukur sepse analiza është që është CIA që e ngacmon dhe e krahasonte me prit. Analizë kineze. Analizë kineze, është një analizë serioze. Se profesor 1.5 miliardë. Një sekond, prit. Krahasimi kishte një bazë të vërtetë. Unë më pas hyra në çik për të kaluar më tej, se nuk mund ngelte vetëm në këtë rrafsh përfaqësor. Por analiza ishte sepse bënte krahasimin dhe Vučić në një moment tek shërbimet sekrete e krahason me të njëjtën situatë që ka ndodhur në 2014 në Ukrainë, ku e njëjta dorë fryn, nxon dhe rriti në atë që ishte në ato momente me Ukrainën, me pjesën e Krimes që ndodhi me punën e aneksimit, në të cilën pikërisht destabilizimi që duhet ndodhte përmes rinis, sepse rinia është frym revolucionare në një lloj mënyre dhe është turm. Rinia është turm, sepse nuk mendon me kokën e vet. Është shumë lehtë e manovrueshme dhe e manipulueshme. Pse bëj kjo analizë? Sepse Rusi ka të gjithë interesin përmes Vučićit, dhe të jemi objektiv në këtë, që të shtrit dorën e Europë me Vučićin. Dhe nëse Serbia interesohet Bashkimin Evropian me këtë qeverisje që ka, që është Vučići, për Rusinë është shumë herë më e thjeshtë që të ketë një kontroll akoma më shumë në rajon. Sepse duam apo nuk duam. Ka kontrollin se ka Hungari në Bashkimin Evropian, deri në Hungaria ka votuar gjithçka. Nuk e ka kontrollin. Si se ka me Hungarinë? Po Hungaria hoqi veton, një sekond, Hungaria hoqi veton, para 3 ditësh, Hungaria hoqi veton. Pastaj, nuk të bën përshtypje që djali i Trumpit një ditë para shkon, bën ato deklarata që bën edhe për Kosovën që është zhdu komplet nga harta, mos harrojmë këtë të fundit, dhe të nesërmen, jo shumë, po të nesërmen aktivizohet një protest mbar kombëtare. Rastësore është kjo. Ishte thirrur që para 2 javësh, nuk u thirr të nesërmen. Po pse ata të cilët organizojnë protestën e thirrën për 24 orë? Djali Trumpit erdhi për shkak, djali Trumpit e sollën, i kanë 5 organizata, paguajnë 5 organizata lobimin në Amerikë. Dhe raporti lidhur, po pikërisht pra dhe këtu, tash për të dalë me një emër konkret të organizatës së lobimit, e cila quhet, dhe është organizatë e financuar direkt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Departamenti i Shtetit, antagoniste USAID-it mund ta quajmë. Tani kjo është analiza kineze vazhdon? Jo, nuk është analiza kineze. Kjo ishte lidhur besoj me burime direkt nga Washingtoni, të cilat ishte burim direkt. Pra, nisi nga kjo, e cila bënte një analizë të vetën për influencat. Mos harrojmë që Kina dhe Rusia, pavarësisht një pakti që kanë për sa i përket luftës në Ukrainë, në konkret, ato të dyja janë kundërshtar me njëra tjetrën. Dhe nuk i intereson. Po dhe nuk i intereson. Rrim në Serbi tani. Një sekond, se janë ura kalimi, se ne jemi ura kalimi. Po, dakord. Geopolitika jonë është ura kalimi. Po. Dhe Serbia, duam apo nuk duam, intereson, qoftë do ta merrim në mënyrë direkte, CIA-s amerikane, që të destabilizonte dhe të ndryshonte linjën dhe kursin e Vučićit. Për mua, është intereson të destabilizonte, po kjo është një argument, është një tezë. Nuk, kjo është një tezë. Po që interes ka Amerika që të destabilizoj? Rusi ka disa vatra. Destabilizimi i Serbisë, do të thoshte që të fuste në përplasje NATO-n me Serbinë sërisht dhe ta hiqte komplet NATO-n. Po nuk intereson të ajo që NATO-n. A nuk deklaroi djali Trumpit që Clinton bëri luftën në Kosovë? Një sekond, se flasim për një individ shumë të rëndësishëm. Është deklarat në shërbim të atyre parave që ka marrë për të ardhur. Ore, flasim për të birin e presidentit Republikës Amerikës. Po letjet i biri i presidentit Amerikës, nuk e bën ai politikën amerikane. Si që ka letjet Trumpit për të birin unë bizjedit një nga argumentet që përdor kundra. Amerikën me Shqipërinë, kur çdo kush që hyn zyrë të kryeministrit bën politikën edhe atje, djalë bën politikën amerikane, atëherë Amerika ka marrë fund dhe s'është më superfuqi. Amerika është superfuqi. Po jo, pra, po s'mund të jetë superfuqi derisa djali që s'ka asnjë lidhje asgjë bën politikën e jashtme të një shteti, të një superfuqie, se bën dot. Ballkani kujt intereson më shumë? Amerikës apo Rusisë? Ballkani. Kujt intereson më shumë? Të dyjave njësoj u intereson. Jo, nuk intereson njësoj. Po të dyjave njësoj u intereson. Pse intereson njësoj? Po të dyja njësoj sepse rusët kanë më afër dalje në Ballkan, e ka Rusia apo e ka Amerika që duan të arrijnë, kanë botën slave. Amerikanët po i kundërvijnë kësaj botën slave me Kosovën dhe me Shqipërinë. Atëherë kujt i intereson të ketë destabilizim? Që shtrihet pastaj në Kosovë, në Bosnjë dhe Hercegovinë? Nuk intereson amerikanëve këtë stabilizim. Po, ja një sekondë, se do t'jap dhe pak dhe fjana Andurens, ka ta ajo kontributave dhe pastaj do ta po Andurena. Po flasim këtu për mbështetje. Sigurisht që mbështetja e Vučićit ka qenë qoftë nga SBA-t, qoftë nga Rusi, qoftë edhe nga Irani.
por a mund të jenë vetëm këta shtetet më të fuqishme që e mbështesin qeverinë me Vučićit? Unë besoj që edhe Bashkimi Evropian, se po lexoja edhe unë diçka në lidhje me temën, më bëri përshtypje që një ish këshilltar i Këshillit të Europës, një ish presidenti i Këshillit të Europës, kaq shumë e kishte vlerësuar punën e Vučićit, sa që e kishte kthyer atë në një admirim, madje e krahasonte me një nga tenisët më të famshëm në botë dhe madje me një nga gjinit më të famshëm në botë. Çka tregon që me çfarë argumenti e bënte këtë lëvdat? Me argumentin që Vučić është një lider i cili dita drejtoi me nacionalitet gjithë popullin e tij, ka bërë një politikë shumë të mirë dhe ka mbështetjen absolute të Bashkimit Evropian dhe se duket në këtë pikë kanë ndërhyrë edhe shtetet e tjera që kanë shumë ndikim në Serbi. Më bëri përshtypje që Vučić në lidhje me protestat hodhi akuza jo vetëm për Shqipërinë, që është absurde, por edhe për Kosovën. Dhe në qoftë se do flasim për një luftë hibride, flasim për persona të cilët nëpërmjet medjave, portaleve, por jo vetëm, por edhe biznesit, por edhe qeverisë, bëjnë të mundur ndryshimet, jo vetëm destabilitet në qeverisje, apo në popullat, po sjellin edhe ndryshim dhe rotacion të sistemit. Unë nuk besoj që këto protesta do të hedhin poshtë qeverinë e Vučićit, por ka marrë një goditje. Besoj edhe qeveria edhe për shkak të numrit të madh të protestuesve, pavarësisht se çfarë ata përfaqësojnë dhe kush janë ata. A ndikojnë ata nesër në fushatën elektorale të Vučićit apo jo? Po, Bilali doje fjalën dhe pastaj Mia Zyrishara. Po. Ju lutem ta bëjmë pak interaktive, po. Po, kishte një... Qo pak zërin, ma qoni zërin e Bilal, po. Po. Sigurisht nga gjithë kjo situatë, mendoj që Vučić ka një përkraje jashtë, mendoj që këtë përkraje ka në perëndim, në disa vende të perëndimit, mirë po dhe tek protestuest, mendoj televizja e tyre studentore, ta quajmë kështu, është një forcë cila ju qëndron brapa. Dhe tashti kush do jenë në fund të finale ata të cilat do ta kurorëzojnë fitoren në mbetët e shifër. Por mendoj dhe jam mas i bindur që nuk është rastësisht. Lidhe pak se nuk na intereson, fati politik i Vučićit, në thonë drejtë nuk më intereson fare. Më intereson Vučići në raport me Kosovën dhe Shqipërinë. Pra, për ne, me gjithë ato që ai përfaqëson, është më mirë të vazhdoj një qeveri si e Vučićit, apo të vijë një qeveri të cilës studentët e sjellin për që është më radikale dhe krijon më tension, ka më shumë votbesim në Serbi, krijon më tension me Kosovën, më tension me Shqipërinë, pra në këtë nuk më intereson në vetvete se ç'a ndodh aty. Mendoj asnjëra as tjetra nuk janë në favor për Kosovën dhe shqiptarët. Mendoj që edhe delegacionet e uja kur vinë kërkojnë si kështë sot emisari tërmjet si Soren Sendanezi, i cili kërkojnë një kompromis. Të thot fjala atyre për tashte ndërmjetësuesve ose të Bruxellit është kompromisi. Kjo tash është e dhimbshme, por mendoj ato që po kërkoni ju, kush do jetë më mirë Vučići apo një plejad tjetër që do del nga mund të thënë. Po se Goxha e tha Goxha e solli një shembull tronditës. Pra, si thosh, pjaca e cila kërkon drejtësi për 15 viktima që ndodhen në një aksident që urxua një urë e tjera. Pra për një fatkeqësi, dakor. Merë dhe hym një zonë një ushtarak i cili ka bërë krime kundër njerëzimit në Kosovë, për të cilat krime ai aty shihet si hero dhe jo si vrasës. Pra në qoftë se fryma që përcjell brezi i studentëve 20, 22, 23 vjeçar është shqiptar i mirë, shqiptar i vdekur, atëherë unë nxjerr tjetër përfundim. Nuk e di sepse oja mund tani më radikal se ju e shikoni si fenomen estetik. Unë e shoh si fenomen dinamik, çfarë po vjen në gjeneratën e re të politikës. Vučići gjithsesi ja do rritë 3 vjet, ja dhe 4 vjet është kalimtar. Fryma serbe është ajo që më shqetëson.
Ose më intereson, nuk e di ashtë qetësuese. Unë mendova që këta studentë do të ishin perëndimor, pa do thonin stop luftës, stop të njohim krimet që kemi bërë, që ka bërë Miloševići, të krijojmë Serbinë moderne, Serbinë europiane, të drejtave njeriut, gjatë të tilla. Në fakt aty Goxha më shqetësoi me atë që tha. Po, ke drejt edhe Goxha ka drejt, por mos presum që do të ketë një De Gaulle ose një Adenauer që do t'i pajtoj popullin serb dhe shqiptar, ose në këtë rast në Kosovë. Edhe brigada parashutistave famke që në Kosovë 61 e nishit ka qenë veteranët e tyre, dhe të thotë tëra kjo të regon që në përmes të gjitha këtyre segmenteve nuk presum që do të vjen një udhëheqje që do të del në të ardhmen, që do t'jetë favor për Kosovën në këtë rast. Kjo është edhe arsyeja, duhet kuptoj shqiptar, kjo është arsyeja që bëra emision. Do kisha tema të tjera, shumë interesante. Por ne intereson sepse jemi shumë afër dhe nëse rritet po themi aciditeti në atë vend, për konsekuencë rritet aciditeti në vendin tonë. Shara? Unë prirëm të besoj që rinia studentore nesër mund të prodhoj një lëvizje politike që edhe mund të vi pushtet pas nesër dhe tjetë më demokratike se sa është qeveria e Vučićit. Lidhur me atë që përmendet që ishe një që ka bërë krim në Kosovë dhe doli foli atje, unë jam i sigurt që nga ata 325.000 veta, një 327.000, 322.000 veta nuk e din se çfarë ka bëjë ai brez që ka lindur në vitet 2000. Nuk mund ta përcjell. Din mirë. Nuk mendoj se ai ka dalë ka dhënë CV-n e tij atje. Nesër. Po jo, këtu tani ka debat këtu. Shiko, ata e din ose i është treguar si i tillë. Shiko, shumica është interesante kjo që këta beretat e kuqe të tyre janë ndarë në dy grupe. Një grup rrin me palën e studentëve që duan të kthehen në shkollë, që kanë zaptu atë po e themi lulishën pionere, si quhet ajo atje. Ndërsa një pjesë e këtyre janë kyçi që ka nga kryesori që ka bashkuar me këtë. Pra, edhe ata kanë ndarë rolet e tyre, sepse siç duket edhe ata nuk e dinë se kush do të fitojnë në këtë mes. Unë mendoj që situata këtu Vučići të tërë këto teori që mbështet, që ka ndikim të shërbimet huaja, unë nuk them që shërbimet huaja kanë luajtur ndikim kryesor. Për mua problemi kryesor është ngritja e rinisë kundër korrupsionit sistemik të regjimit serb, kundër autoritarizmit të regjimit serb. Ky është motivi për ta ngritur. Kjo është qëllimi pas këtij motivi. Kryesorja është që të përmbysin Vučići. Ne na intereson. Ta shpreh mendimin dhe ju po deshet kundërshtojeni pastaj. Studentët, ne kemi interes që Vučići të përmbyset. Vučići është ministri i fundit i Miloševićit. Se çfarë do vi pas Vučićit nuk është as në dorën tonë, as të kërkujt. Ne do të shohim se si do shkojnë zhvillimet. Dhe unë mendoj që Vučići për të mos lëvizur dhe ka shumë aktorë të brendshëm dhe të jashtëm që bëjnë që po luftojnë që Vučići mos largohet. Edhe ardhja edhe lobistëve amerikanë këtu, nuk po i përmend më edhe ardhja e lobistëve amerikanë këtu, dhe ndërhyrjet e tjera, bile në këndvështrimin tim edhe kryengritja e menjëhershme, pavarësisht sa ishte në proces e Dodikut, lidhet për të larguar vëmendjen nga Serbia, nga problemet, nga studentët që janë ngritur kundër korrupsionit sistemik. Do ta vazhdojmë këtë, atë Kisavi ishte duke thënë diçka? Ja, po thosha që historinë të rinjt në Serbi e njohin shumë mirë. Dhe kjo fryma e shqiptari mirë, shqiptari vdekur ekziston në Serbi. Pra nuk ka ikur asnjëherë dhe nuk se do e sjellin. Shqiptari mirë është shqiptari vdekur. Shqiptari vdekur, pra nuk se do e sjellin këta nga fillimi. Imagjino, në të gjitha turma ata i ndajnë shqiptarët, pra i ndajnë shiftari i drejtojnë shqiptarëve në Kosovë dhe shqiptari na drejtojnë neve. Pra imagjino vazhdojnë akoma. Na, është shqiptari apo albanat? Edhe shqiptari edhe albanat. Albanat, po. Po shko nuk duhet bërë gabimi që shohim të gjithë turmën një lloj. Thash edhe një herë, nëse ndajmë turmën mund të jenë 10 grupe të secili ka një. Ne po për trendin kryesor tani se nuk është. Ka secili një mendim të ndryshëm në atë turp që ndodhen aty. Trendi bashkohet me një pikë. Ne kemi akoma minuta për të folur për këtë. Nuk do të thotë që do vi një qeveri demokratike. Tani një qeveri më e përgjeshme, më pak e korruptuar, në aparencën e deklaratave që jepen, qof nga studentët e rren, qof nga organizatorët, le të themi shtylla, të cilët janë profesorë universitar, parimi është duhet vi një qeveri demokratike, pro-europiane dhe anti-ruse. Po nuk është kjo pra fryma.
Kjo kështu e thot Goxha, nuk e thot... Jo, Goxha thot kundërtën, Goxha thot që ta duar trokasin... Dhe mua ngoja do stash. Ajo është pjesë e mënyrës se si historia shitet. Goxha thot që është janë radikal. Edhe ne brenda zhet kemi dy anë versionet e historisë brenda nesh, po ta shohim. Mënyra si serviret historia është tjetër gjë. Se një anë kemi kush na vrau, debati ishte në disa nivele. Na vran ata që sot po venerohen. Zoti Zhej. E po pikërisht pra, historia që përbuset. Zoti Zhej. Do të kaloj reklamën, mbas reklamës, qaf shtama, reklam dhe kthejmë përsëri.